Elhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Muhammedin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Të nderuar pranishëm, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Azza wa Jall shpesh në Kur'an e urdhënon Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe ju thot faqsusil qasas. La'allahum yatafakkarun. Ndoshta do ndalen dhe mendojnë pak. Zoti i Madh i thot Muhamedit sallallahu alaihi wasallam faqsusil qasas. La'allahum yatafakkarun. Kështu ndoshta ato kanë mundale pak, kanë vëvnu gishtin në mend edhe dhe mendojnë. Çka pas ka ndodhur me ato? E çka mundet me ndodh me neve? Qenja njeri është kot, mish, gjak, shpirt, mendje. Këto janë komponentet. Dhe në çdo kohë njeri është ky. Me këto komponente është. Kjo është përbërja e njerit. E Allahu i Madh kur na tregon për ndodhit që kanë ndodhur me njerëzit që kanë qenë para nesh, na tregon që na me marrë mësim dhe i bret, se nëse hecim ka hapat e tyre të këqija edhe na kena me pas përfundim të keq. E nëse hecim ka hapat e mira të tyre, nëse ndonjë popull Allah e ka përmend për ka e mira, atëherë edhe na kena me pas përfundimin e mirë. Shkurtimisht, shumë shkurt, 5 minuta, nuk e zgas ma tepër, do të përmendi sot shkakun e shkatrimit të një popullit i cili tregim shumë rrallë përmendet tëne, e që ndoshta rrallë na bie edhe me përmend si ndodhi. A keni ndëgju për kaumi Medjen? Kush kanë ndëgju shpejt e shpejt dorën e ta çoje? Medjen. Tamam, përmendet Kur'an kaumi Medjen. Domethënë me hatë më të lishti kina punt. Okej. A kanë dëgju dikush për Ashabul Ejke? Ashabul Ejke. I konë dersin këndove, di. Përmendet Ashabul Ejke në Kur'an. Kaumi Medjen ose Ashabul Ejke është i njëjti tregim. Tregimi i tyre është i gjatë. Unë do ndalen vetëm një gjë. Që ki popull, ku ka jetu, kush janë, çka janë, menopti pak edhe gjeje, se ki lexuar në Kur'an këtë kaumi Medjen wa Ashabul Ejke, dhe është mirë në tregimet dhe emrat që na kalojnë në Kur'an, se kemi qartë është mirë me pyet. Atë pjesën kena me thonë shtash to be continued, ndo një rast tjetër kena me shpjegu. Ama çka është ndodhia e këtyre? Ku është ky popull sot? S'është ky popull, hiç kërkont. Nuk është ky popull hiç kërkont. Pse? Pse Allahu Azza wa Jall këtij popullit ja çeni nxehtësi shumë të madhe, edhe vahupi hijen. Hijes i tha drunave s'ka me bo hije, vandaloj hijen me pas ti popullit, e boni një hije të madhe jashta qytetit të tyre, që krejt ashabi Medjen me shku në rat hije dhe erdhë një zjarën prej qelit, dhe Zoti gjithë atë popull e shkatroj, e boni hi, se ekzistojnë më. Pse? Njëra nga arsyet kryesore. Ky popull ishte populli i butë, ishte i mirë, ishte fukara. Punojke, edhe Allahu i sprovoj me pasuri, i sprovoj me pushtet, i sprovoj me forcë. Ke një popull, një kabile e vogël, tu shtu, banën shumë të mëdhej.
Kënë shumë fukara, Allahu ju dha shumë pasuri. To e shtu zullumin këta, Allahu shto alo ma shumë pasurin këtëve. Këto shto zullumin, Allahu shto pasurin këtyre. Zullumin kina me të regu dhe një rast tjetër, se është shumë dimenzional që e kam bo. Por kryesorja, zullumin më të madh që e kam bo, është se Allahu ti kam përshkujt shak. Me sa me adhuru Allahun, ato e kanë adhuru një drum. Edhe në vend sa me qenë falëndërus ndaj të mirave të Allahut, që sa ma shumë të mira që ju vinë ato mu bo ma të devotshëm karshi Zotit, këto u bëjsh në haloma zullumqar, haloma të këqe, haloma kriminal. Kjo është porësia që du me nxjerrë dashur vëllezër prej kësaj. Ashabul Eiken do njëre do organizojeni dhe e kërkoni që me majtë atë shpjegim e atë tregim që është i mrekullueshëm pasi që përmendet si tregim Kur'an. Besimtarët asnjëherë nuk duhet të azdisin nga të mirat e Allahut që Allahu a ka dhënë. Po dikush e thotë, po ja vëllezër, si na azdis, jena azdis vallaj. Se liria fetare në këto troje, alhamdulillah, është në një nivel të mirë. Mund të halo ma mirë, po alhamdulillah është mirë. Askuj s'po ta ndalon më falë, ama as po falmi. Askuj s'po ta ndalon me shku me ndëgju një ligjeratë, ama as kina qef marrë një ligjeratë. Askuj s'po ta ndalon me përzjedh bashortën tënde. Ne i marrë me gratë, bijat e huja e manet, nuk përkujdesimi për ata. Allahu na ka dhënë evlat, që vetëm ai që s'ka evlat e din çka do me thonë me pas evlat. Vetëm ato që e kanë kësprov, me i nalë, me thonë, tregon çka është me pas evlat, ai mas miri tregon se çfarë pasuri e ki dorë. Na evladin e lëm rrugëve. Të mirën e Zotit e kthejmë me të keq. Allahu ta ka dhënë një diamant, ti e mamazdere, nuk dhe ki gjujt. Evladi, diamanti s'është asgjë mu krahasu me evladin, është një begati, një dhënti shumë e madhe që na nuk e vlerësojmë. As nuk i folim për të mirë, as nuk e këshillojmë, as nuk rrim matë, as nuk e këshillojmë, as nuk përkujdesimi për ato, as te hoxha nuk i qenë Kur'an me mësu, as nuk u mësojnë namazin, abdesin, haramin, halalin. Që kjo është mjaktësi Allahut të mirat me të keq. Nuk do me thonë vetëm të ajo ma e tragjike me shku, që me thonë se vetëm shirk mi bo Allahut azza wa jalla, është mjaktësi Allahut të mirat me të keq. Allahu na ka dhënë pasuri, na me ca me pasurin tonë mu bo ma modest, bojnë me ndje mdhej. Me që Allahu sa ma shumë pasuri që na jep, ne ma shumë me qelë dorën, me qelë zemrën, e bëhemi ma kopratës. Ma dje edhe bëjmë kufrën një me karshi Zotit, harëm me thonë se Allahu na i ka dhonë këto mirësi, themi, une, veç shqiptare që tu një grope ka, ki pa ma grope, kina të thona, une, kejt une në thojna, kejt, alfa omega. Thot, une e kum punu, une e kum bo, kejt une e bo, kejt, stakë, kushi e veti? Një pik gjak, një miligram i vogël, me qku dalash në trun, u kuri ti mbetësh i paralizum. Që kjo paraliza? Një pik gjak, del me një vend, dalash dikon në trun, u kuri ti paralizum, jes vlen kur gjoj. Kaq vlen na. Kaq kimi na forcë. Po kush ne da atë forcë? Atë rësk, atë bereqet? Allahu azza wa jalla. Dhe prej këtu i të fillon fakti dhe realiteti pse na sot e themi një gjë. Dhe pyesim shpesh njëri tjetrin dhe themi subhanallah, para 30, 40, 50 vjetë ka pas ma pak, njerëzit kanë qenë ma të çka? Ma të lumtur apo? Sa dusha të gjithë fia, thot. Kanë qenë ma të lumtur edhe thot, sa dush ma të lumtur. Shpia me qerpeq, një ka punu, 10 kanë hongër. Ka pas lumturi. Kurse tash, gjithë e themi,
bollëk sa dush, lumturia. Me një shtëpi nuk rrim bashk, se secili rin telefon vet. Me një shtëpi rrim bashk s'ka mohabet. Fizikisht ama, shpirtnisht njëri me Kinë milet, njëri me Amerikë, njëri me Itali, tjetri me kujt diçka ona. Që ti me një dhomë, janë ja 7-8 bota në veti që merren njerëzit me ata. Pse dashur vëllezër? Se kur njerëzit Allahu ta zogjel begative dhe mirësive që ua ka dhonë, nuk ja din dhe nuk ja vlerësojnë dhe nuk e falenderojnë Allahun për ato mirësi dhe begati, Allahu largon nga mesi i tyre bereqetin dhe lumturinë. Të kuptojmë një gjë, të dashur vëllezër. Këto janë ligjet e Zotit kosmologjike që Allahu i ka vënduar në tokë. Andaj Allahu zotë thotë, tregova umetit tënd këto tregime që ato të ndalën pak të avnën gishtin në krye, që themi na. Të mendojnë, këshiret që ka e gjejtë ashabul ejke. Mos mendoni se s'kan ditë. Ashabul ejke e kam pas në mesin e tyre, një pengamber që ka pas emrin Khatibul Enbiya. Epitetin e ka pas Hatibi i këtë pengamberve. Do thotë, aq orator dhe me aq elekuencë të bukur e të mirë kanë bajt fjalimet e veta që ky pejgamberi tyre është emërtu Hatibi i pejgamberëve. Çaq mirë ka ditë me fol. S'kan pas mungesë dijes. S'kan pas problem se dikush s'ka ditë me va shpjegu. Në formën më të bukur e më të mirë u shpjegu atyre feja. Por kur begatit dhe nimetet e Allahut i kanë përbust, i kanë në përkamp, ka ardhur gazepi i Zotit. Na jemi të jetu një kiamet të vogël që s'jemi të vetdisu. Çka të vyjnë pasuria, materiale, kur s'ke knatësi shpirtërore dhe nuk knaqesh dhe nuk je i lumtur. A janë të mirat e kësaj dunjoje për me na ushtu vuajtjet, apo të mirat e kësaj dunjoje janë që neve me na thjeshtësu dhe lehtësu jetën dhe jetesën. Andaj, mos haro këtë rregull hynor. Le in shakartum la azidannakum. Nëse jo, tregojeni falënderues ndaj Allahut azza wa jall. Allahu juve ka mu ashtu bereqetin, rahat lokon, lumturien, dashurin, respektin, mirëqenjen dhe në gjitha aspektet Allahu juve ka mu ashtu të mirat. Mos harroni me falëndëru Allahun. Mos harroni që gjitha mirësitë dhe begatit që Allahu na ka dhënë t'ia atriboni Allahu subhanahu wa taala. Të thoni këto janë të mira të Zotit. Që Allahu kujt do nja jep ato të mira, e na ka përzgjedhur Allahu neve që me qenë nga mesi atyre robërve që Allahu ka dhënë këto të mira. Allahu dashur vëllezër, u ashtoft të mirat e dunjos dhe ahiretit. E ju dhash gëzim mirëqenje dhe harmoni në jetë, e ju kënaqsh në dunjë e në ahiret, e Zotin e madh na lutim kështu edhe në xhennet të na bashkon. Alhamdulillahi rabbil alamin.